Jemi pra duke studiuar nga mrekullitë e Jezusit. Sot do të ndalemi tek Marku kapitulli 1, vargjet 21 deri në 28. Jezus i shëron një të demonizuar. Çka midis nesh dhe teje, o Jezus Nazarenas? A erdhe të na shkatërrosh? Unë e di kush je, i shenjti i Perëndis. Dhe Jezusi e qortoi duke thënë, hesht dhe dil prej tij. Dhe fryma e ndyr pasi e përpëliti dhe si lëshoi një brit më të madhe doli prej tij. Dhe të gjithë u manitën aq shumë sa që pyesnin njëri tjetrin duke thënë, ç'është kjo? Çfarë doktrinet e re që ka kjo? Ky urdhëroka me autoritet dhe frymat e ndyra dhe i bindën. Dhe fama e tij u përhap menjëherë në mbar krahinën rreth Galileas. Menjëherë sapo Jezusi hyri, le të themi, në skenë dhe filloi të mësonte dhe të ndante mësimet e njerëzve, diçka ndryshe nga të gjithë, le të themi, profetët ose mësuesit e ligjit ishte tek Jezusi. Jezusi thoshte, ndërsa ai po recitonte ose i kujtonte njerëzve ligjin, thoshte për shembull, nëse mbani mend, ju pat që than, mos vrisni. Pastaj Jezusi thoshte, unë po ju them, as që mos e mendoni. Ju pat që than, thoshte, mos e shkelni kurorë. Unë po ju them, as që mos të çunin mend, pra mëkati fillon aty. Edhe kështu me radhë në gjitha mësimet që Jezusi po tregon, po fliste, Jezusi thoshte, unë po ju them. Edhe pikërisht dhe këtu në sinagogë dhe ndërsa po ndante mësimet dhe ai po mësonte, vini re vargun 22 dhe njerëzit habiteshin nga doktrina e tij. Ai mësonte si një që ka pushtet dhe jo si skribu. Pra ai kishte diçka ndryshe që njerëzit po habiteshin dhe po e kuptonin se çfarë po ndodh. Shpeshherë neve kemi këtë lloj privilegji kaq të madh në ditët tona, që kemi fjalën e Perëndisë se kemi të plot. Kemi Testamentin e Vjetër dhe kemi Testamentin e Ri. Dhe është ky pikërisht ky moment që Jezusi ne po na mëson diçka. Jo vetëm kaq që neve Jezusi urdhëron edhe këta që ishin të pushtuar nga frymrat e këqija, i shëron, por ka diçka ndryshe. Është interesante që në Testamentin e Vjetër, me sa mbajon mend, nuk ishte gjejmë njerëz që janë të pushtuara nga frymrat e këqija. Hyn në skenë pikërisht në momentin e Testamentit të Ri dhe kur Jezusi po filloi, do të thënë, që në momentin që Jezusi filloi shërbesën edhe neve e gjejmë. Madje në shumë raste kemi njerëz të ndryshëm që thuhet që ata ishin të pushtuar për x kohë, që ishin me këtë lloj problemi, le të themi. Neve e harrojmë faktin se çfarë pushteti ose çfarë fuqie mbrojtje Perëndia na ka dhënë, sepse kemi Jezusin, kemi dhuratën e frymës së shenjtë. Kemi mbrojtje. Jemi të vullosur me gjakun e Krishtit. Shpeshherë a ndodh juve që ose mund t'u ketë ndodhur, ose edhe keni dëgjuar, le mos t'ju akuzoj. Po mund t'ju ketë ndodhur që thoni, nëse kalon, po për një që është goxha popullore që e dim gjithë, për shembull, nëse kalon macja e zezë përpara, është tërslak. Ë? Apo kemi dëgjuar. Po prap frika të hyn. Tani, ka shumë gjëra pra që neve i mendojmë këto edhe tronditemi ose trembemi ose friksohemi edhe që ndodh ndonjëherë që diçka nuk shkon me jetën tënde në atë moment dhe është pikërisht mbasi të ka ndodhur, mbasi të ka kaluar mace përpara. Është pyes veten për ata që kanë mace të zezë shtëpi që e kanë lindur, e kanë të rritur. Çfarë bëhet me ata? Në momente të tilla
Le të mendojmë, neve jemi të vullosur me Krishtin. Le të mendojmë që Jezusi është shpëtimtari ynë. Jezusi na vullosi me gjakun e tij. Ju kujtohet dita e të ndormeve që kemi tek Eksodi, që atëhere Perëndia i udhëzoi izraelitët se çfarë duhet të banin në mënyrë që kur të kalonte angjëlli i vdekjes i kursente. Edhe thanë, në hyrjet e juaja, juve do të thërni një qenj motak dhe do të lyeni arkitarët edhe domethënë patullat e derës dhe pra edhe në momentin që engjëlli do të kalonte aty, do të shikonte që ishit të vullosur me gjakun, atëherë ai do të kapërcente dhe nuk do të bante që të vdisni. Pikërisht edhe ne sot në këtë fuqi, këtë lloj bekimi, këtë lloj privilegji e harroj. Edhe ne jemi të vullosur me gjakun e Krishtit, por përsëri neve kemi frikë. Edhe Pali thot, Perëndia nuk na ka dhënë frymën e frikës, por na ka dhënë frymën e shpëtimit. Vim pikërisht te këto, pam gjën e parë. Jezusi mëson me autoritet dhe njerëzit çuditeshin. Po ky, kush është? Isa ishte dikush midis tyre njerëzve dhe që ishte i demonizuar. Edhe këta vargu 24 thot që aty ishin disa fryma, ishte numri shumë, nuk ishte një. Dhe thot, çka midis nesh dhe teje, o Jezus i Nazaren? Pra, numri shumë. Unë e di kush je, i shenjti i Perëndis. Në origjinalin, kur thot a erdhe të na shkatërrosh, nuk është si formë pyetje, por është diçka që do të ndodhë. Si thua që kur themi neve erdhi ora që do të ndodhi diçka. Erdhi ora fillon filmi. Erdhi ora filloi live. Edhe në momentin që Jezusi erdhi dhe hyri aty, ata e dinin se çfarë do të ndodhë. Pra, do të ndodhë se Jezusi do jepte urdhër dhe tillë dhe Jezusi e bëri dhe tha, hesh dhe dil prej tij. Vetëm kaq voli Jezusi. Dhe fryma e ndyrë pasi e përpëliti dhe si në sënje brit më të madhe doli prej tij. Dhe të gjithë humanitën aq shumë sa pyesin përsëri, çfarë doktrine e re që ka kjo? Ky urdhëron ka me autoritet dhe frymrat e ndyra. Pra jo vetëm që mësonte, po kur ky Jezusi pra kur jepte një urdhër, kur jepte një komand, ndodh. Nuk është diçka që le të themi është në dëshirat tona dhe do të shikojmë se çfarë do të bëhet. Paraqite një herë përpara drejtorit, edhe të shikojmë do të ndodhje. Pra Jezusi jo vetëm fliste me autoritet, por edhe urdhëronte me autoritet. Edhe ishte diçka që do të ndodhte. Edhe ndodh. Ne nuk themi siç themi ne me dëshirat tona. Kjo mizë tek dita e së shtunës ose dita e shabatit, ata kishin vendosur një le të themi një lloj regjimi të pamundur. Që ti e kishësh të vështirë të bëje diçka, sepse do të ishte si ka këta policë, i kujtohet koha e karantinës, që duhet të merreshe leje përpara sa bukur se në kujtohet koha e karantinës, ka kaluar 2-3 vjet, që po të kapte policia, të fuste gjop, edhe disa i paguën të gjop. Edhe ti ishe i detyruar, pra do merrje leje, do aplikoje për leje, e kishe me orë caktuar, imagjino, pra merrse leje, shkoje bleje, bëje pazarje. Edhe e njëjta gjë ishte edhe dita e së shtunës. Njerëzit ishin aq të friksuar, aq traumatur, sa çdo gjë që bënin do ta shikonin njerëzit e ligjit. Ti po punon, shumë gabim. Ju kujtohet, më duket se e përmenda dhe herën e kaluar në Izrael, edhe sot e kësaj dite, ditën e shtunë, ata e ka vendosur që ashensori mos punoj, sepse ata e konsiderojnë punë që të ti të shpytësh butonin, të hapet mbyllet dera,
Të shtypësh butonin që të shkoj aty ku do të shkosh ti. Por nuk e quajnë punë të njësë shkallës. Të shkosh ka 8 ose ka 10. Pra, kishin kaq shumë rregulla sa i larguan njerëzit. Edhe fokusoheshin shumë keq. Tani, Jezusi po i mësonte atyre diçka ndryshe. Jezusi po thoshte, ju që thonë mos bëni kështu. Unë po ju them, mos mendoni kështu. Pra, Jezusi donte që t'ishte diçka e zemrës, diçka që ti ta ndjeje, diçka që ti po kishe një marrëdhënie me Perëndin. Pra nuk ishte diçka që ti, unë më kapi policia, unë më kapi mësues të ligjit, çfarë do të bëj tani? Ndaj dhe njerëzit këtu u çoroditën, por Jezusi bëri pikërisht këto dy gjëra, po mësonte edhe po urdhëronte. Ishte komplet jashtë sistemit të tyre. Sepse ata që e mësuar që dero atin tanë, mos gënje, dero ditën e sabatit, mos puno ditën e sabatit, kush quhet punë, edhe fillon te libri pastaj. Imagjino, 10 urdhërime të thjeshta që Perëndia u kishte dhënë njerëzve të Izraelit, ata e bën libër vet. Imagjino vetëm një urdhërim mund të kishte një libër që të shpjegonte se çfarë quhej dhe çfarë nuk quhej. Por Jezusi e bëri ndryshe, edhe pikërisht për këtë e ktheu botën e atëhershme spraftë dhe vendosi një lloj të menduari ndryshe. E bëri që njerëzit të kuptonin, edhe Jezusi e tha, dita e shtunës është bërë për njeriu dhe jo njeriu për të shtunën. Pra ai e bëri të shtunën për të ndihmuar njerëzit. Pra që njerëzit të pushonin dhe të mendonin për Perëndin dhe të falenderonin Zotin, ndërkohë që farisejtë bën që të mendoni për të shtunën dhe të ishin të frikësuar. Edhe tani kur vjen edhe Jezusi po i mëson të atyre këto gjëra me autoritet, i dha diçka tjetër për të menduar. Që ne të fokusohemi tek Perëndia, që ne të kemi mundësinë që të mendoj, ta ndjejmë Zotin me gjithë mendjen tonë, me gjithë zemrën tonë. Pra të kemi respekt, kemi dashuri për njëri tjetrin. Për mua tani në këto momente si prind është goxha sfidë që ti edukoj fëmijët e mi me respekt edhe nderin. Pra me respekt dhe me dashuri për prindin, për Zotin. Sepse po eksplorojnë gjëra të reja, po fillojnë po mendojnë me mendjen e tyre dhe thotë, po pse duhet ta bëj unë këtë? Po pse duhet më japësh mua ti urdhra? Kush je ti që më jep mua urdhra? Unë kam të drejtat e mia, edhe është goxha sfidë që të ushtrosh pushtet tek fëmia pa imponuar frikë. Njerëzit e atëhershëm, domethënë frikën pa e kapur mat, më kuptoni çfarë desha të them? Sepse ka njerëz që thonë, më fal, edhe kuptojnë gabimin, edhe për të ndryshuar. Edhe kanë nga ata që thonë, më fal që më kape mal. Herës tjetër do t'jem më i kujdesshëm, do t'jem më i fshehtë, sa ti nuk do t'arrish dot më kapësh një. Pra ka dy lloje. Unë desha llojin e parë, edhe Perëndia këtë gjë do. Më fal për gabimin që bëra, e kuptoj që është gabim, do mundohem që të mësoj, të vet diçka përpara. Këtë kërkon Perëndia. Edhe kur Perëndia erdhi dhe po i mësonte këto gjëra njerëzve, ata farisejt u iku çdo gjë jashtë kontrollit. Keni dëgjuar prindër sot që thotë, të më bëjnë fëmia im tonë të skokon. E keni dëgjuar? Është gëdhim trup ta bëj fëmia im të. Llogaritë po flasim për që janë dhe fëmijë të rritur tani 18 dhe 20 vjet. Unë e çfarë? Por neve e dimë edhe e kuptojmë që nuk duhet arrijmë në këtë lloj formë të edukuar. Pra duhet ta sfidojmë veten tonë që të mësojmë respektin, dashurinë për njëri tjetrin edhe për Zotin. Sepse nëse nuk e ke këtë, ti nuk mund ta edukosh një njeri, sepse në momentin që do dalë i lirë,
do të filloj të bëj pikërisht ato gjëra që ti i ke ndaluar të bëj. Nuk e di, a ka kuptim kjo se çfarë po them? Por edhe njerëzit, nëse i impono edhe në atë kohë, edhe sot e kësaj dite, shpesh herë njerëzit kur vinë në kishë ose në vendi e tyre, pavarësisht çdo lloj besimi që kanë, kur shkojnë dhe adhurojnë, tu duhet të rri muat. Është vendi i Perëndisë. Në momentin që kthehen kurrizi vazhdon procesin edhe. Perëndia, Jezusi pra kërkonte që neve të jemi, na kërkon që të jemi në marrëdhënie me Perëndin në çdo moment të jetës. Ditë e natë. Psalmi e thot, meditoj në ligjet e tua o Perëndi, ditë e natë. Kur ulem, kur ngrihem, kur fle dhe kur zgjohem. Këtë kërkon Perëndia. Edhe njerëzit kur panë që Jezusi po mësonte me këtë lloj formë autoriteti dhe po hidhte poshtë, po shkërmoqte, po shante ligjet që skribët farisejnë kishin vendosur. Çfarë do të bëjmë? Do ta dëgjojmë Perëndin me dashuri, me respekt, sepse duam të kemi një marrëdhënie me të, apo t'i kërkojmë Zotit falje se na kapi mat.